Përshëndetje toksor, përshëndetje toksore. Sa po keni mbritur në këtë P1, pjesën e parë të emisionit tim Zonë e Lirë, sezoni 23, episodi 1061. Sonte është e mërkur, data 25 mars, dhe ka ditë lindjen mamaja ime. Mama, edhe 100. Dua shumë. Faleminderit. Me qëra fjala, jam me Sebastianin, mikun tim të vjetër, dhe të emisioni Zonja Zotrin, Sebastian Zonjën. Por kemi lidhje një personalitet diplomat për 23 vite shkarierë, ka filluar në Kinë, SBA dhe ka vazhduar pastaj në gjithë Europën. Ka 2 vjet që është i lirë nga detyrat shtetërore, dhe unë kam kënaqësinë të riftoj në studio. Por ndërkohë në duplex, si thon francezët duplex, pra jo online, po duplex, na njëri këtu, njëri poshtë tjetri lart. Ja ku është, ambasador mi mbrëma. Me mbrëma, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ambasadori Roland Bimo, që kam kënaqësinë ta kemi sërish, sonte do të ndaj me Sebin ambasadorin. Ca unë dhe ca Sebi. Kemë një intervistë, përshëndes. Ndërkohë që ambasador, më thuaj lutem para se të fillojmë të flasim për çështjen më delikate dhe më interesante dhe më të rëndësishme në gjithë botën, që është lufta në linjën e mesme. A je instaluar mirë atje ku je? Faleminderit, po shumë mirë, faleminderit. Do të thënë je i ulur. Po, faleminderit. Sepse presupozohet që të rim rreth 6 minuta sot bashkë. Pa problem, faleminderit. Filloj me njerë, Zonja Zotrin, pa humbur kohë. Tani duhet të vi patjetër Ledio, do të më sjellësh komunikimin brillant midis komandantit dhe reporteres. Çka ndodhur sot, në ditën e sotme, në luftën e Iranit. Ja shikoni. All right, give me the latest. No de-escalation. Iran rejected all ceasefire proposals and is now demanding control over the Strait of Hormuz, plus reparations. At the same time, missile and drone attacks continue. Strikes hit power infrastructure in Israel, including areas near Hadera and Dimona. Energy situation? Still critical. Hormuz remains disrupted, and attacks are now hitting airports and fuel infrastructure in the Gulf. Any movement diplomatically? Very limited. Germany is trying to mediate. Turkey is trying to keep Gulf states out of the war. But overall, positions are hardening. Overall picture? Ceasefire unlikely. Regional spread increasing. And control over energy routes is now central to the conflict. Monitoring all sectors. Kjo ishte dita e sotme e luftës atje, të lutem Ledio më rilif me ambasadorin, të kemi pyetje dhe unë edhe Sebi sonte për ambasadorin, Roland Bimo. Ambasador, unë do të hap me një pyetje në ekran dhe pastaj ne mund të zgjerohemi disi, po sonte do të trajtojmë nga dy këndvështrime luftën në Iran. E para do jetë thjesht një detaj, por që tani ka dalë tani së fundmi dhe po tremb botën, kemi dhe një foto që do ta shohim. Irani thonë që paska, e ndërkohë është konfirmuar zyrtarisht apo jo? Po thonë që paska raketa të cilat shkojnë deri në 4000 kilometra, i do thotë mund të kapin Londrën. Nuk e di se po thuhet gjithashtu që është lëshuar një raketë e tillë, por nuk është konfirmuar akoma në një ishull shumë strategjik. Në një ishull paktën që dikur që kontrollohen nga anglezët, po tani e kanë marrë amerikanët, që quhet Diego Garcia. Plaset fabula në ekran, Ledio. Ambasador, a e beson këtë informacion apo jo? Duhet të thënë që shqipërit herës që jo luftë në radhë të parë, sikurse edhe shumë luftra të tjera, gjatë gjithë historisë, por tash janë mjedhe dhe informacion shumë herë më të sofistikuara që e bëjnë më të komplikuar, por jemi gjithmonë në luftën e propagandistike. Do më thënë, më vjen të kujtoj, ndoshta jo eksakt, po më vjen të kujtoj se për Adolf Hitlerin, armiku publik numër 1, armiku më i rrezikshëm ishte Yuri Levatini, ai spikeri i Radio Moskës, se sa i gjithë të tjerë, sepse mendonte se ai ishte frymëzuesi që i mobilizonte ushtarët rusit luftonin me aq furi ushtarët sovjetik. Edhe këtë përfusë kontekstin e luftës të narrativave që bëhet sot. Në rastin konkret,
Sikur se bëhet me dije që Irani ka lëshuar 2 raketa në drejtim të bazës së Diego Garcias, njëra nga cilat është interceptuar dhe njëra nuk ka arritur sepse është për shkak të defekteve të veta nuk ka arritur dot në objektiv. Ka lajme se këto janë, si quhet në anglisht, false flag, domethënë janë manovra të Izraelit që mundohet të paraqisi Iranin si një rrezik edhe për Europën, pra për të mobilizuar dhe një forcë tjetër që për Iranin është shumë e rëndësishme që të jetë në pozicion neutrale në kuptimin e psikologjisë që rrethon gjithë situatë ushtarake, luftarake. Kështu që nuk besoj se është në psikologjinë strategjike ushtarake të Iranit këtë raketa me këtë rrezë veprimi, sepse asnjëherë nuk do të tentonte të godiste Europën apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse nuk ka asnjë përfitim praktik nga kjo gjë. Ajo që kërkon, ajo që objektivi i Iranit është të jetë në gjendje të godasë në mënyrë sa më efektive Izraelin, në mënyrë që të jepet fund luftës nga një ekuilibër terrori reciprok, siç ka qenë kohën e luftës së ftohtë, ajo që mbante ekuilibrin ishte frika e shkatërimit të sigurt të dy anëshëm, mutually assured destruction, që koincidon me fjalën MED në anglisht, çmenduri. Këtë kërkon edhe Irani në rastin konkret që vendosin lloj ekuilibri ushtarak midis tij dhe Izraelit. Në momentin që futen Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë, pa diskutim që avantazhi ushtarak është i padiskutueshëm në anën e kampit amerikano-izraelit, por nga ana tjetër, nga mënyra se si ka ndryshuar lufta dhe mënyra se si është përshtatur luftrave të reja Irani, që jashtëzakonisht interesante, shikojmë, kjo vjen edhe në kuadrin për shembull të bisedimeve që mendojnë apo pretendohen se po zhvillohen. Në fakt me Iranin është shumë e vështirë bisedohet sepse ata qysh në përgatitje të kësaj që po ndodh sot, kanë decentralizuar vendimarrjen qoftë politike, qoftë ushtarake në një shkallë të tillë. Ambasador, sa që shkartoj, po? Më fal që ndërpres, do flasim pas pak minutash për negociatat dhe për ato 15 pikat, por rim pak nga ana ushtarake te pjesa e raketës që mund të kenë raketa deri në 4000 kilometra. Në fakt është e vërtet kjo që thoni ju, ja një sekond. Është e vërtet kjo që thoni ju sepse ndërkohë ushtria izraelite thot, tani unë po citoj, thot se Irani ka përdorur raketa me rreze 4000 kilometra për të goditur bazën në Diego Garcia. Londra hyn teorikisht në rreze, Irani e mohon sulmin, pretendon që është flamur i rem i Izraelit. Është fikse ajo që thatë ju. Ndërkohë, përdej lorave që mund të bëhen dhe këtyre fake, si i quajtët ju? I quajtët anglisht. Përdorë një term anglisht. Fake news ose Jo, nuk tha fake news, ambasadori, tha një term tjetër pak më parë. False flag është gjë tjetër. False flag. Tani përveç tyre, ju vetë, ambasador, me kontaktet që keni, me eksperiencën që keni, a besoni që Irani, i cili është një shtet që ka arritur dhe në 60% të ngrojes të ftojes së uraniumit? 3%. Jo, 60%. 83% pasurimi uraniumit. Pasurimi uraniumit. 83 apo 60? 60%. A besoni që mund të mos, pra se thua që mund të mos i ketë vërtet të raketa me këtë rreze kaq të largët? Pra për te lojrave që mund të bëjë Izraeli, për të futur aktor tjerë në lojë kështu. Irani vetë, a e ka ushtarakisht të kapacitet? Patjetër që e ka, sepse nuk është Irani në këtë rast, është Kina që ndihmon me teknologji edhe me lëndë të para, me çdo gjë që ka nevojë për të bërë raketa edhe me 4 dhe me 5000 kilometra. Problemi është që në strategjinë ushtarake, nga sa gjykohet, nga sa del informacione nga Irani dhe si ka vepruar, edhe në qershor, edhe në këtë luftë të këto 3 javë, nuk është i interesuar që të godasi për te Izraelit. Kështu që nuk ka që duhen arsenal, për sa kohë doktrina e vetë ushtarake dhe strategjia e mbrojtjes kërkon vetëm me ekuilibër ushtarak me Izraelin, nuk ka që duhen raketa me rreze më të gjatë veprimi, sepse nuk ka ndërmend të bëj presion as Londrës dhe as Berlinit dhe as Washingtonit me raketa. Të paktën ky është qëndrimi i Iranit deri tani. Me sa gjykoj unë nga bazë informacioneve që kam, se siç e hapa vetë bisedën, jetojmë në një kohë ku informacionet janë kaq të larmishme dhe të manipulueshme sa që është shumë e vështirë të orientohesh. Logjika ta do që kjo mënyrë e të projektuarit të informacioneve që vinë nga linja e mesme është e besueshme, sepse Irani përveç se është në luftë të nxehtë me raketa dhe me predha,
është gjithashtu dhe në një luftë të jashtëzakonshme propagandistike për të fituar mendjet dhe zemrat e opinionit publik botror, dhe kjo është, si thua, ana më e fortë të cilët ai po i mëson në kuptimin e rritjes simpatisë, në thonë që mund të krijojnë atë ashtu quheturin jugu global. Bukur, ambasador. E cila ka rëndësinë e vet çdo që tjetë. Ambasador, sot do të jetë dita e 25 në mos gaboj e luftës. 26. 26. Shumë komentatorë dhe analistë serioz në për botë, në për Europë të paktën, që dëgjoj unë, thonë që Trumpi është i zënë në ngërç vërtet me Iranin. Madje disa arrin dhe thonë që Amerikanët dhe Izraelitët po fitojnë kohë sepse po ju mbarojnë municionet, po ju mbarojnë këto. Teknologjia dhe ka nevojë për kohë. A mund të themi, ambasador, që po të vazhdoj trendi i kësaj lufte kështu? A mund të themi që Amerikanët për të parë në historinë e tyre, ndoshta për të parë, se mund të pas në një rast tjetër përpara, ndoshta ata humbën në Vietnam, pavarësisht dëmeve që bën apo jo. A mund të themi që Irani mund ta fitojë këtë luftë? Mund të themi, kishte sot pasdite kishte një lajm shumë interesant ku si pasojë presionit të forcave të milicisë ushtarake në Irak, që janë pro-iranian, forcat e NATO-s, amerikanëve të Europës, kanë kërkuar pasazh që të mund të tërhiqen nga Iraku dhe tash janë përqendruar vetëm në drejtim të Kurdistanit. Kështu që është një lajm fare ansor, por i hedh dritë mbi një perspektivë të ardhshme të asaj që është thënë se Irani kërkon largimin e bazave të Bashkuara të Amerikës nga rajoni, nga Gjiri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në pozitë të vështirë, me sa mund gjykohet kur shikojmë presidentin Trump të thotë në çdo 3-4 ditë se ka fituar luftën, por duan edhe $200 miliardë, ka fituar luftën, por duhet edhe ndihma e perëndimit, përsa nuk ka nevojë për ndihmën e perëndimit. Lufta ka mbaruar, por duan edhe ca trupa toksore që të vazhdojnë luftën. Kështu që vërtet nuk është as pak serioze për udhëheqjen e fuqisë më të madhe të botës që jetë në këtë tip kakofonie informative se çfarë po ndodh me luftën. Kjo të bën të mendosh që duhet jenë në pozitë të vështirë, sepse mendonin se lufta mund të mbaronte shumë shpejt, duke dekapituar udhëheqjen e Iranit, do të shëmbej gjithë regjimi dhe populli iranian do të merrte fatet e veta në dorë. Prandaj edhe për palën izraelite operacioni ushtarak quhet luani që zgjohet, domethënë, ndërsa amerikanët e kanë furia epike, Epic Fury. Edhe për pak humor dhe variacion ka njerëz që bëjnë humor dhe thonë presidenti ka thirrur vetë sepse fillon me EP, Epstein edhe Epic, domethënë për të shmangur nga dosja Epstein. Interesante shumë. Por në jashtëzakonisht shumë serioze, është vërtet një moment shumë i vështirë sepse këto 2 ditë, deri të premten, vendoset fati i shumë çkaje nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të avancojnë me projektin që ka njoftuar presidenti për dislokimin e trupave toksore, apo në momentin e fundit do të rishikojnë këtë plan, sepse me sa tregon historia e luftrave në cilat janë përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillon me 1.000, vazhdon me 2.000 dhe pastaj përfundon si në Vietnam me 500.000 trupa në terren dhe me 58.000 ushtarë amerikanë të vrarë. Do flasim pikërisht tani për mundësinë e hyrjes, sepse lajmet janë të tilla që të bëjnë të besor se ky opsion është në tavolinë, është një nga opsionet, ndryrja e se po vjen Marisa ndërkohë, por duhet i lë moment Sebastianit sepse ai bindu që ka një pyetje për këtë fabulën e parë, pra punën e raketave. Pra në këtë plan Sebastian, para se shkojmë tek 15 pikëshi që ka refuzuar edhe tek pjesa e negociatave, a janë apo s'janë, Trumpi sot ka i të deklarat, nuk e di e ka ledju apo jo, unë ta nisa, dhe të thash jepja ledjës, dhe deklarat ku thot ata na dhanë një gjë të rëndësishme, na dhanë një dhurat, na bën një dhurat të rëndësishme. Nuk bëhet fjalë për nuklearen, tha, po bëhet fjalë për naftin dhe gazën, po nuk ja them se çfarë është. Pra nuk kuptohet mirë. Ka shumë teori dhe analizë që thonë që Trumpi e bën me qëllim këtë gjë, nuk është i shkalluar. E bën me qëllim që të humbasi gjurmët në një farë mënyrë. Pra, nëse ka në plan të bëjë një gjë, ai po flet për një gjë tjetër, të rregjë vëmendjen, ndërkohë që do prap të surprizoj, pra do të me efektin surprizë. Sebastian, cila është pyetja jote për ambasadorin Roland Bimo?
Kemi lidhje direkte lidhur me këtë pjesë parë të emisionit. Si që thatë edhe ju, ambasador, po të dëgjosh analistët amerikanë ushtarak, thonë nuk dim nëse po flasim për modifikim të sistemit, apo sistem të ri për lëshimin e raketave me rrezet gjatë. Pra ka një dyshim tek analistët amerikanë. Por pse po kërkon Izraeli që ta përfshin luftë edhe Evropën? Pse e kërkon këtë lloj gjëje? Nuk ja del dot? Çfarë po ndodh me misionin në këtë mes? Mund të ketë 1 milion hamendësime, përse mua në radhë të parë më vjen në mendje kuotat jashtëzakonisht të dobta që ka Izraeli në Europë dhe në mbar botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas asaj që ka ndodhur në Gaza. Që në këtë këndvështrim një përfshirje e Europës në krah të Izraelit kundër Iranit do ishte një avantazh psikologjik i jashtëzakonshëm për të lehtësuar në mos minimizuar izolimin ndërkombëtar diplomatik në cilin ndodhet Izraeli. Nga ana tjetër, vërtet Europa është zero, mund të themi me plot gojen për sa i përket aftësive ushtarake dhe kapaciteteve ushtarake, sikurse bënin shaka apo humor gazetat me kryesorin anglez që kishte humbur rrugën në mesdhe për të vajtur në drejtim të Kipros. Pra, si kapacitete ushtarake nuk bëhet fjalë që mund të ndihmojnë apo mund të kenë influencë. Por nuk do të harruar që Europa si fuqi e butë ashtu quajtur, si një model i bashkëpunimit dhe i zhvillimit kulturor, shkencor, teknik etj. Mbetet një forcë jashtëzakonshme në rrafshin global. Kështu që besoj këto do të jenë interesat kryesore të Izraelit që të ketë marrëdhënie sa më të mira me Europën. Nuk mund të mohohet fakti që me britanik, gjerman, francez, italian, të gjithë kanë ndihmuar me armatime Izraelin gjatë fushatës së tij në Gaza. Kështu që edhe kjo nuk është për tu nënvlerësuar si dimension ushtarak, po kam përshtypjen që për dimensionin ushtarak Izraeli nuk e ka shumë nevojën se ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i mbulojnë çdo lloj kërkese. Gjermanët dhe francezët, britanikët dhe spanjollët, të gjithë po e cilësojnë një zëri ndërhyrje jo legjitime. Presidenti gjerman foli dhe tha ky është një akt agresioni dhe fajsoi amerikanët, deri diku dhe izraelitët për këtë që po ndodh në Iran. Përçarja tha është shumë e thellë në frontin transatlantik. Çfarë po ndodh mes gjermanëve dhe SBA-s dhe Izraelit aktualisht? Edhe Franca gjithashtu ka deklarata shumë të forta. Kam përshtypjen që është një hap më tej në atë që zoti Trump filloi me Danimarkën dhe Groenlandën për të shkatërruar NATO-n nga brenda, dhe ky është një hap më tej në këtë drejtim. Domethënë nuk e di se si mund të bëhet fjalë më tej për një aleancë e cila mund të veprojë në unison dhe mund të jetë në gjendje të marrë një vendim politik për të plotësuar misionin e saj në mbrojtje të vendeve anëtare. Mos harrojmë që kemi në qendër të vëmendjes pavarësisht në ditët e fundit nuk është shumë në lajme Turqia, po që është një shtet i cili në çfarë do lloj këndvështrimi në këtë konfiguracion të luftimeve dhe të zhvillimeve botërore, padyshim që ka një pozicion të vetin që nuk është as në pro-amerikan, as izraelit, as pro-european, por ka një pozicion të vetin shumë të veçantë. Përfshi dhe këto që sapo thatë juve që janë zhvillime shumë interesante, sidomos deklarata e presidentit të Gjermanisë ishte vërtet një të themi dalje nga rreshti i deritanishëm i europianëve për në atë vasalitetin e përshtirë të si ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që kam përshtypjen viktima më e madhe në këtë rast është NATO dhe më pas vjen rradha e Bashkimit Evropian, sepse këto dy janë organizma që nuk mund të funksionojnë pa njëri tjetrin. Të më thënë, Bashkimi Evropian ka lulëzuar në mbrojtjen e NATO-s dhe pa NATO-n nuk ka se si të funksionojnë tej. Pra, përgjigja direkte ndaj pyetjes është që është një goditje jashtëzakonisht e rëndë për unitetin e Aleancës Atlantikut. Dhe sidomos deklaratat e presidentit Trump që unë mendova se ata do na gjindeshin, megjithëse e dija që nuk do na gjindeshin, nuk e di, keni parasysh deklaratat shumë interesante nga ana e lingvistikës të presidentit Trump kur ka folur për ndihmën që priste nga Europa, po edhe nuk e priste se aty do të vetë, ata treguan veten e tyre që nuk ishin aty kur Amerika kishte nevojë etj. Kështu që po kemi edhe nga Turqia, siç thash, një lloj unikaliteti në qëndrimet e veta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump
me Groenland dhe me Kanada, dhe tash e fillon edhe mbetejja të linjë që të përbuzje që tregon për aleatët të NATO-s, megjithse sekretari i përgjithshëm e quajti babai, domethënë në atë summitin e Hagës. Dhe tash dalim me qëndrime kontradiktore edhe brenda si Spanja edhe siç e përmendët edhe juve. Ambasador, mos më lëviz, do bëjmë një pauzë të vogël, do rikthehemi prapë, vetëm pak sekonda. Ledio, ikim, furnizohemi pak, çmimet janë rritur sigurisht, dhe për shkak të luftës, po edhe për shkak të maskarallikut. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ju ta mirë benzinën dhe naftën të pastër. Ku merret e pastër, do thoni ju? Ku? Ja, shikoni ku. Do niseni me kas nga shtëpia. Ledio, shpret. Na qote ose po itin, Ledio. Na qote ndërojmë. Ba dhe njerë të mirë benzina aty. Ledio, shpret. Na qote ose po itin, Ledio. Na qote ndërojmë. Apo që ba dhe njerë të mirë benzina aty. Ledio, shpret. Na qote ose po itin, Ledio. Na qote, ja ku jemi. Ese po ili, miq, është i vetmi karburant që ju mund të fusni zorën pa asnjë frikë dhe me shumë kënaqësi. Është vetëm një zor e pastër që ju mban makinën gjallë, ju jep frymarrje, ju mbushen mushkrit makinën. Dakor? Kujdes. Ruani makinën tuaj me zi e keni bler. Nuk po flas për ju që jeni lekë dëm për të bler makina kot sa për qenë. Flas për shumicën. Për ju që po më shihni. Që atë makinë keni dhe e doni ai shumë, kaloni më shumë se sa. Në makinë kaloni më shumë jetën sa në shtëpi. Jeta ju është më shumë makinë se në shtëpi. Ndaj shkoni te SPOID, mos fusni çdo lloj zorre. Është the fuel of champions. Është karburanti kampionëve. Bravo Said! Said, sa më pëlqen ky emër këto kohë. Ej Said, dëgjon ti më? Duke se jemi në Saudi. Se është emër i papar, është emër i lartë, Said. Said, je i papar. Said, jemi si në Saudi, ke parasysh vendet ku ja shkuosh nafta, këto gjëra çfarë perle. Rikthehemi me ambasadorin Ledio, jam me Sebastian Zonjë në studio Gazetar Plus në MCN TV. Ambasadori do rishfaqet në ekran në këto momente, do e kthej Ledio. Ndërkohë që dua të lexoj pa përgjigje, thjesht për të respektuar ata që më shkruajnë te kjo kutia magjike që është atje poshtë, që quhet QR code TOTUS, që ju keni skanuar, keni bërë login dhe keni dërguar pyetje për ambasadorin. Më thot Vibojani, thot Çani, bre mirë, thot, bravo të qoftë që urove maman për ditëlindjen e saj, po harove një detaj, dhe unë e kapa të çfarë. Varësisë Greqisë. Se ka ndodhur fiksja amaja ime Konstantina ka lindur sot në 25, dhe në 25 mars është dhe festa kombëtare e Greqisë, dhe me që në këtë vend askush nuk mendon për Greqinë. Greqinë e shkret gjuna që e ka lënë shumë një anë, kupton se Shqipëria është vend i fortë, ke parasysh, ka kryeministë shumë të fortë të gjitha. Nuk mendon njëri për vende si Greqia, vende të varfra, të vogla kështu. Unë nga që jam gjithmonë më vjen keq për këto vende, domethënë, them gëzuar Greqisë për festën kombëtare që ka 25 mars. Do të shkoja sot e festë e tyre, më kishin ftuar, por nuk shova dot për arsyet e emisionit. Kështu që gëzuar Greqisë, ti vend i fqinj, që shpresoj që Shqipëria ta ndihmojë shumë në këto ditë vështira që po kalon. Ta furnizoj me armë, me armative, me gjëra, sepse në ditë tilla duket fqinj. Apo jo ambasador. Kështu që gëzuar Greqisë, me qira fjala, Gëzuar. 205 vjetorin ka sot Greqia. Edhe e pesh çfarë armë është mira i ka dhënë Shqipëria, valla. Çfarë avionesh i ka dhënë Greqisë. I vore re se bi që kanë dalë bashkë me vend aleate që kanë dalë dhe janë duke na ashtu në meze atje perl. Atje u ndjeva, thash me vete. Thash me vete, ja, kjo është. Ky është solidariteti mes vendeve ku njëri është i fuqishëm si Shqipëria, tjetri Greqia që është i dobët e këto, e kupton? Ja, ky është momenti tash. Edhe u ndjeva shumë mirë, e kupton? Nuk u ndjeva më minorancë. Ke parasysh se u ndjeva i gjithë përfshirë, nuk e sa më ndjek. Ambasador, Orlendi thot Çani Mirëmbrëma, pyetje për ambasadorin. Herën e fundit ai tha që Amerika dëshiron të humbi luftën dhe kontrollin linjën e mesme. Shikoni, ka mbetë mendje kjo ambasador njerëzve. Se ja ka qenë perl. Zoti Bimo, herën e fundit se goditi me një gjë shumë interesante, por që ne nuk e shpjeguam në emision. Është prapë i lirë të mos e shpjegoj. Mba tha mbrapa. Nuk e di se nuk e tha në emision, mbetet suspend, mbetet surprizë. Tani njerëzve kanë mbetë mendje kjo valla. Se ambasadori bën një arsyetim. Po nuk e dha përgjigjen e plot. Dhe shikosh thot Orlendi te QR kodi, thot Çani Mirëmbrëma, pyetje për ambasadorin. Herën e fundit, ambasadori tha që Amerika dëshiron të humbi luftën dhe kontrollin linjën e mesme dhe këtë boshllëk ta plotësoj Kina. Është një tezë, po. Në qoftë se realizohet kjo gjë, a quhet tradhtia e Amerikës ndaj Izraelit dhe a krisat marrëdhënia e tyre? Po unë prapë nuk dua që ambasadori të japë përgjigje sot, se do ta lëm suspens për të mërkurën tjetër.
Shoferi I satelitit, thot, Albania 1, do satelitit që ka Shqipëria ushtarake, ke parasysh Shqipëria e 2050-ës. Mi mbrëma, thot, Çani pengesa e vetme për momentin e Izraelit është USA, thot, sepse mbron vendet e gjirit, do largohet USA për arsyet politikës brendshme dhe pastaj do ja hyjë të gjithëve Izraelit, thot, me radhë për Izrael e madh. Ky është konspiracionist, respekte. Adis Ejupi, ambasador, thot, përshëndetje, pyet e Çanit, lutem ambasadorin, thot, si është politika ndër tavolin me pak fjalë? Ç'do të thënë? Nën tavolin. Nën ka dash thot, nën tavolin me pak fjalë. Kot ambasador, mund ta shpjegojmë politikën, ky ka dash të thot, jo politika. Jo ajo që del në televizor, po jo politika, ka dash thot diplomacia. Diplomacia ose ku diun, lojrat që bëhen nën tavolin. Mund ta shpjegojmë të luftë me nën tavolinën ambasador? Me dy fjalë apo është që ke vështirë? Ato që nuk na thonë, ajo që ne nuk shohim, do të them. Në fakt, është pak e vështirë për ta shpjeguar shkurt, sepse janë shumë koncepte bashkë. Do më thënë, për sa I përket vendeve të gjirit, do duhet kuptuar esencialisht çfarë është petrodollari, si lindi, si u zhvillua dhe në çfarë fazë jemi sot. Iku, petrodollari 1, 2. Pra petrodollari, 3 petrodollari. Duhet kuptuar çfarë ndryshimi esencial ka ndodhur në raportet e vendeve të gjirit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me pjesën tjetër të botës, që nga viti 2017, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bërë të që plotësojnë gjithë nevojat e tyre me naftë dhe gaz nga prodhimi I vendit. Pra në qoftë deri në 2017. Një pjesë e mirë e luftave që janë zhvilluar në lindjen e mesme apo ushtria amerikane që kanë ndërmarrë këtë apo atë aksion për të garantuar furnizimin me lëndë para energjetike nga gjiri, ky dimension tashmë është zhdukur se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më në këtë lojë. Nga ana kjo është e dyta. E treta është që duhet shpjeguar disi gjatë është se si ka ndryshuar pjesëmarrja e financave të vendeve të gjirit, pra parat që vendet e gjirit fitojnë nga nafta, deri dje investoheshin në bonut e thesarit të Shtetit Amerikan, pra ndihmonin në përballimin e nevojave të financave amerikane për të përballuar borxhin. Tashmë ka 1-2 vjet të blejnë shares, që do thotë janë pjesë e të arsuquajturit kompleksi financiar industrial I Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra duke u futur në tregun financiar, nuk janë më thjesht një blerës borxhi, por janë edhe pjesë e vendimarrjes dhe po të kemi parasysh që ajo pjesa se si veprohet në tavolina, deri vonë ka qenë kompleksi industrial militar, ai që vendoste dhe ai që ka në ombrell edhe të arsuquajturin deep state në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Departamenti I Shtetit, CIA, Pentagoni e me radhë. Krahasi funksionon dhe ajo që thash pak më përpara janë bërë pjesë edhe vendet e gjirit tash, kompleksi financiar industrial. Dallimi midis tyre është për atë kompleksin militar ka rëndësi që të ketë luftë gjithkohon që ata të fitojnë lekë, që janë në gjithë këto kompanitë që prodhojnë armatime, ndërsa për sa I përket kompleksit financiar, natyrisht I intereson lufta, po intereson dhe paqja, sepse kompleksi financiar si në luftin, paqja fiton sepse qarkullon parat. Kjo është ajo që ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe kur kam thënë javën e kaluar që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë luftë që të riqen nga gjiri, në këtë rast, sipas këtij kuadri analitik që janë kompleksi financiar, kompleksi militar, tek I cili tash është futur fuqishëm dhe kompleksi tekno-industrial, e thamë e kaluar të po. Që janë edhe kompanitë. Po të shikosh në fushatën elektorale të presidentit Trump, Elon Musk ka dhënë diku rreth $200 milion, Timothy Mellon, që është një bankier që përfaqëson bankat, ka dhënë rreth $100 milion dhe Miriam Adelson, që është e lobit izraelit, apo le të themi në këtë rast e lobit militar industrial, ka dhënë $100 milion. Tash zoti Trump u betua që do të vendosë Amerikën parë, me sa duket,
forca e lobistave është më e fuqishme se sa ajo që e premtimi që ka bërë popullit amerikan. Në këto kushte, unë nuk them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të udhëhequra nga presidenti Trump që po shkojnë në luftë që të humbasin luftën. Por sipas këtij kuadri analitik, nënvizoj, po e theksoj, sipas këtij kuadri analitik, ku kemi 3 komponente të mëdha, financiar, militar dhe tekno, në këtë këndvështrim, trupat amerikane janë thjesht milici e rastit që mobilizohet nga këto forca për të kryer një funksion të kontrollit të burimeve energjetike. Dhe në këtë këndvështrim, për sa kohë vendet e qiejt janë bërë pjesë e rëndësishme e kompleksit financiar, zëri tyre ka filluar të dëgohet. Për shembull, BlackRock është tashmë me zyra në Arabinë Saudite dhe pozicionon gjithmonë më tepër. Arabia Saudite ka hapur tregun financiar, pra është bërë të Arabia Saudite, sikurse Emiratet e Bashkuara Arabe, sikurse edhe Katari, janë bërë pjesë e rëndësishme. Një dimension tjetër, ndorsa i parëndësishëm pamjet parë, duke se unë e përmenda edhe herën tjetër, është Affinity Partner, që është Jared Kushner, të cilit janë dhënë $5 miliardë amerikan nga Katari, Arabia Saudite dhe ai funksionon tashmë si lobist i tyre pranë presidencës, ndërkohë që natyrisht nuk ka si thotë unë jam lobist i juaj, po fakti është që ajo kompani e tij janë investuar këto para nga gjiri. Nuk e di, ndoshta kërkon akoma ajo që nënvizova nga gjitha kjo ambasador, që mua më lë në një mënyrë dhe më bën shumë kurioz kur e dëgjoj ambasadorin, ishte një moment kur tha në një mënyrë, po duhet fut brenda kontekstit që mos keq kuptohet, ushtria amerikane tha, ose ushtritë amerikane se janë disa, përdoren si tha, si e the ambasador, si milici. Si milicia lokale. Kjo ishte tezë, va, Seb, nuk e di, e kape këtë që tha ambasadori, dhe si duket. Brenda këtij kontekstit. Po para se ta pyesësh, mbaj mend sepse kjo ushtria amerikane që mund të përdoret si milici, po në funksion të atyre